Ne jena mbledhur sot këtu si të parë si anëtar të Këshillit të Xhamisë, të fshatit Trush, pasi ne qysh në fillim të Ramazanit, për një fatkeqësi që ka ndodhur në këtë familje në marsin e vitit kalum, pasi vllai jon besimtar Ridvani pse një atak kardiak në zemër, edhe la pas 3 fëmijë, më të mallin 10 vjeç dhe më të voglin 10 muajsh, në rrugë të mallë, pa shpimi i kry, deshti malli Zot edhe me mëshirën e Ramazanit, që ka plen këtë njerëzin, morë me një iniciativë bashkarisht me imamin në kry, me Këshillin e Xhamisë dhe me komplet fshatin, morë me një iniciativë që ne t'i ndërtojmë një shtëpi këtu në jetimave për hir të Zotit, që edhe këta ta gëzojnë jetën e tyre një lloj si mushatarët e tjerë. Mundohen të kenë kushtet të barabartë, mos nihen vetëm, mos nihen të larguar prej shoqënisë, prej moshatarëve të vet. Edhe morë me një këtë iniciativë, deshti malli Zot që bashkarisht me komunitetin tonë, me fshatin tonë, me xhamin tonë, me krejt njerëzit që e kanë në zemër Allah sot mëshirën dhe rahmetin për me ndihmu të tjerët, u mlollën lek për me ndërtu shtëpinë e këtyre jetimave. Sot morë me vesh që bashkia, shtetja, nuk e dim për saksisht se kush ka vepru, kërkohet që kjo familje, kjo nanë, një nanë moshë të re me 3 jetimat procedohet edhe qohet, diskriminohet para shtetit ose para policisë ose para bashkisë, nuk e di se kush i ka këta aty. Prandaj ne komplet si fshat, jo si familje, jo si këshill, po komplet si zonë që kena kontribu për me u ndërtu kja shtëpi, kërkojmë nga shteti, nga bashkia, kushdo tjetër që e merr këtë iniciativë për me ndalu punimet e kësaj shtëpie, për me ndalu punimet e kësaj shtëpie, të vinë të na procedojnë ne komplet si katon. Jo këtë nanë me 3 jetima. Shteti, me që e din se ne po kena ba për bamirësi, shteti ta marrin për sipër, t'i ndihmojnë këta njerëz. Sepse ka tjerë për me ndihmu. Ne nuk dona me hi me diskutu, ja po ato ndërtu kënaj kena ardhë për një këtë. Që ne t'i lajmë këta jetima me jetu si krejt tjertë. Mos t'i lajmë rrugë malle. Jo me ndërprej punimet. Jo me ndërprej punimet. Jo lutem bajnë çmosin, lejohet mu ndërtu kja shtëpi. Ne i bojmë thirrje kryetarit bashkisë, si me do këtë rast, në vedi, kja është çështje bamirësie. Nuk ka çështje biznesit e njëna tjetër, si janë t'u bën pa fund. Ne i shohim se çu rasjena, në Shkodër e gjithka, t'u bën greta qela. Çfarë kërkoni? Ati në kërkojmë me hek gjobën ose që kanë marrë procedurë të këtu. Edhe mas me i ndalu punimet. Punimet për ndërtimin e kësaj shtëpie. Nëse është diçka modeste ose diçka, na prepi si esëm lek edhe ja paguajmë. Po të kontribujnë edhe bashkia. Dvinë brika dënë na jena dëshmitari tu, disa gjona. Edhe lek që i kena mbledh, i kena me firma, me çdo gjë që kanë qitë njerëzit. Ka që i kërkojmë na? Janë çdo person që ka kontribu, është e deklarume se sa ka kontribu çdo person. I kena marrë çdo shënim që ne për çdo gjë që na kërkohet mrapa të jena brenda rregullave. Si janë që kanë marrë për sipër me bën këtë, nuk kanë kurrë lloj interesit, s'ka kurrë lloj. Po kena bëma një shteti ka çdo gjë domethënë bashkarisht, nuk ka gjys mjesit ka marrë i kam ndihmu. Ky ka ardhur ka ndihmu, ka kontribuar ton, kena kontribuar edhe me se me procedurë këtë i bjen me Citinburg. Me Citinburg i bjen me lën 3 jetima. Me lën 3 jetima në rrugë malle për zotin nas. S'pa marr mendja si fshat, si mund ta lejoj me bën këtë gjë të tillë. Shoqë është i gjobë dhe gjobën. Qa kena me bo, do të dalëm me mlell, me vu. Shoqë, a gjobë, flasë shoqë, ka i regull, i dokument me zhjilë, si dhe për me vazhdu punimet. Çdo gjë do të i bojnë. Por, kja është i përjashtim, si do të me vequ shteti. Se bënet beci, 1000 vota ja kena vonë na. Ska puna, se na me votat tona ka hi, nuk ka tonë katuni është 1200 votus, 1000 vota ka marrë në katon tonë. Pse kena bësh shpresë, se po ka ditë diçka, ka fillu, tu ka ditë, bravo qoftë. Po ja i to nuk e tolerojmë, të mënë. I to të përjashtojnë pak rregullin e ligjin a qa mund tjetë. Sepse në çdo vend botës, me sa dim na,
nuk ka ligj të vendosur që a me kontribu për bamirësi apo mos me kontribu për bamirësi. Sepse këtu nuk ka se ka marrë përsipër një firmë ndërtimit me e ndërtu. Çdo person që ka ardhur këtu me kontribu ka kenë o gjys mjeshtrit, o mjeshtër, o punëtor ka thonë sot du me shku me minimum me qilë të melet për i zatë zotit. Vullnetar. Nuk ka marrë kërkush as punëtor, as mjeshtër s'ka marrë lek.